në gjendje në pikë së pare të kujdesën se a ka baba jam shtëpi, a ka vlla jam kert, a kanë motrat e mia për kujdesje komplet. Do me thonë të gjitha këto ne jemi në gjendje të përkujdesemi për ata për para vetës sonë. Së pari ndërtoj një shtëpi të mirë për qytetarët në Kosovë. Kjo është teori e pavërtet. Gabim. Plotësisht e vërtet, po foli për eksperiencës tem personale gjenerat pas gjenerate. Jo, më një folë për një periudhë caktuar që ka qenë vitet e 90-ta deri pas gjumit. Njohja është veja konkrete, ka njerëz të cilët nuk janë njohës. Si do që të jetë, na të gjitha kursimet e tona i derdhim në vendin tonë në Kosovë. Po çfarë është në pushimin Francë që garantit sa pare në jo Kosovë. Urna? Ndëgjëm. Pyetja? Jo, ndoshta me komentu pak çfarë punën e, ndoshta gjeneratat që kanë dalë vitet e 90-ta shumë e vërtet se një adhone personalisht. Po gjenerata viteve të 90-ta ti ka afty krah të zotrin nderuam se po ti lembre të përfundoj pse s'u lem e përfundu. Se u infektove me këtë frunshën e froshën. Nuk e kam personave të cilët më ka pru direktor njëkohësisht shërbëtoren, për shembull në vitet e 90-ta ai ka pas, më ka pru direktor. Edhe unë jam në këtë gjendje të cilën tani po i ndihmoj dikujt tjetër. Edhe kjo është surprizë. Nuk besoj që, unë mendoj që Kosovo, shqiptarët e kanë një pikë mos mirënjohësje, ose do të deri në fund me i ndihmu personave ose nuk bën. Unë mendoj që të gjitha gjërat materiale që ne i kemi i bim në Kosovë. Nuk shkojmë me i çunë për shtetet e tjera, mirë për në Kosovë kryen pushimet më të mëdha. Po sa i përket pushim për vete. Sa i përket mosmirnjohjes. Jo, vini me po familjen tonë. Ti zgjem me po mua. Një pyetje. Vjen me po familjen tonë. Ke dal, i nderuar, ke dal me 10 persona në një tavolinë të cilët janë 2 ose 1 më shumë nga mërgimi. Kush pagun? Na dilet shumë detaj shumë të vogël, nuk e besoj duke që po shkojmë në një detaj shumë të vogël, sepse kur flasim për mosmirnjohjen, normalisht kur keni ardhur dhe sa që keni ardhur në pushime, keni ardhur